Vëmërloja Mickovskit s'ka faj. Kanë faj për fasus e kombit musliman, Zvlenit. Dhe kanë trahtu, jo shqiptari, i kanë trahtu musliman të tyne. Shqiptarë së i trahtojnë se Shqiptaria është më e madhe, se sa jemi ne këtu në Maqedoni. Pra kanë do marrëveshje me vëmërloja. Mja dhonë Mickovskit Bërvenicën, mja dhonë Mickovskit Kërçovën, për mes Fatmir Limonit, dhe mja dhonë Strugën, për mes Mendiqirës, dhe mja dhonë Butenit. Kjo është marrëveshje e fshehtë. Ju i keni trahtu musliman të juve, jo shqiptarë. Musliman të juve do të m'ju morë në llogari. 114.000 votën, asë një s'ku më tonë se ato 114.000 votë janë krejtë si tim shku. Po mbi 90.000 janë shqiptarë me fetë shqiptarisë, që kiblen janë Shqipni. Prandaj, ne mund të jetojmë bashkarisht, kështu si që jemi, po pa ja shkel drejtën askuj. Të përkatësisë se kush janë. Unë jam shqiptar me identitet, nuk jam musliman. Besimtar, çka tjetër, unë besoj Kur'anin. Ti me besu Kur'anin, dhe nëse thu je musliman, t'jellësh me dinjitet dhe nuk i trahton musliman e tu.